Përshëndetje, jemi në episodin e radhës të podcastit Më Thuaj. Me mua sot është Anita Pilika, është profesore asociuar, mjeke psikiatre. Mirë se erdhe, kënaqësi Anita. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Ne mund të flasim për shumë gjëra bashk, për sa i përket shëndetit mendor, por do doja ndalesha sot dhe të flisim për një temë që duket sikur është trajtuar shumë, por unë mendoj që ka akoma për të thënë. Është pikërisht ajo që ne e njohim si autizmi, çrregullimi i spektrit të sjelljes nëse nuk jam e gabuar. Kur haset tek fëmijët dhe kur një fëmijë të bën të mendosh që prit se ka një gjë që s'shkon. Atëherë, çrregullimi i spektrit të autizmit është një sëmundje, një çrregullim i neurozhvillimit që kryesisht diagnostikohet rreth moshës 2 vjeç. Në sistemet e para të klasifikimit, të themi ne psikiatrit kemi një sistem klasifikimi të sëmundjeve. Në DSM-4 deri tek e revizionuara ka qenë rreth moshës 3 vjeç, ndërsa tani në DSM-5 është rreth moshës 2 vjeç. Sigurisht që shenjat e para mund të jenë edhe më të hershme, por gjithsesi në rreth kësaj moshe ne mund të vëmë diagnozën e autizmit. Autizmi është një sëmundje ose një çrregullim spektral që do të thotë që brenda spektrit të autizmit ka dhe disa çrregullime të tjera me simptomatikë të ngjashme, siç është sindromi Asperger dhe forma e paspecifikuar e autizmit. Tani lind me fëmijën apo fitohet nga rrethanat apo çfarë? Është e trashëgueshme, është e fituar, çfarë ndodh? Po, në fakt etiologjia është ende e panjohur. Pra, ka shumë studime të cilat ngren bazën e hipotezave në lidhje me etiologjinë, siç janë hipoteza që lidhen kryesisht me trashëgiminë, pa kjo është hipoteza më e qëndrueshme, që do të thotë që genet janë përgjegjëse për shfaqjen e simptomatikës ose të këtij çrregullimi. Madje studime thonë që nuk është vetëm një gen i vetëm përgjegjës për këtë lloj çrregullimi, por janë disa gene të cilat janë përgjegjëse. Kjo është një nga hipotezat më të qëndrueshme, por ka hipoteza të tjera studime të tjera të cilat flasin për densitete të shtuara në trurin e fëmijëve me autizëm, rritje të zonave të caktuara të trurit, ndryshime tek neurotransmetuesit. Hipoteza të tjera janë hipoteza virale ose hipoteza autoimune, mosha e prindërve dhe kryesisht fillimisht ka qenë mosha e nënës, e cila mosha e madhe e nënës, ndërsa sot ka studime që thonë mosha edhe e madhe dhe babait mund të jetë shkak për shfaqjen. Mutacione spermatozoide në spermatozoide, përdorimi i barnave të ndryshme, antidepresive gjatë shtatzanisë, teoria metabolike, por ka një sër teorish. Gjithsesi, pra sot besohet që autizmi nuk është vetëm një çrregullim genetik ose ka një shkak të brendshëm, por ka dhe faktorë të jashtëm të cilët mund të ndikojnë në shfaqjen e tij. E kuptoj. Kur një prind duhet të shqetësohet? Pra, ka një fëmijë, ka një bebe, sepse unë lexoj gjërat nga më të ndryshmet, ka prindër që shqetësohen për shembull se nuk shikon mirë ose nuk reagon kur unë i bëj këto për shembull, ose janë ca teste që prindrit bëjnë, por kur duhet një prind të shqetësohet seriozisht që mund ta kenë fëmijën të prekur nga ky çrregullim? Prindrit duhet të shqetësohen në fakt për disa nga shenjat të cilat hasen ose fillon simptomatika e autizmit. Për shembull, nëse një fëmijë qëndron i vetmuar dhe nuk ka këtë ndërveprimin social me fëmijët e tjerë, pra nuk luan me fëmijët e tjerë, shpesh qëndron në qoshe të dhomës dhe këtë e shohim edhe në përkopshte, ku fëmijët të cilët vuajnë nga autizmi qëndrojnë vetëm, nuk bashkëpunojnë me të tjerët. Një fëmijë i cili nuk zhvillon gjuhën normalisht, përsëri dhe për këtë prindi duhet të shqetësohet. Një fëmijë i cili manifeston disa nga këto sjellje që ne i quajmë sjellje stereotipe, pra lëvizje të duarve në mënyrë stereotipe, sjellje ritualistike, ose nëse fëmia vetë goditet, sjellje vetë dëmtuese, që vetë goditse,
sjellje të kufizuara që preferon që të qëndroj në të njëjtën dhomë, do me thonë në të njëjtën kopësht, me të njëjtën edukatore, të vesh të njëjtën veshje, të ushqet, pra të ketë një ushqim të njëanshëm, të preferoj të haj disa ushqime dhe mos të provoj të tjerat. Shpeshherë fëmijët me autizëm ka një shikim periferik që përsëri është problemi i sjelljes. Bën një shikim anash. Pra duhet të shikojnë anash, pra duke ti e ke përballë dhe ai shikon, bën një shikim, ndryshon pozicionin. Të shmang kontaktin me sy. Është problemi i sjelljes ky, pra konsiderohet si problemi i sjelljes. Duhet të shqetësohen nëse i thret dhe nuk kthen kokën, është indiferent, pra atë pjesën e emocioneve e shfaq, po e ka të kufizuar vetëm me prindrit, nuk është shumë emotiv, shumë empatik. Pra gjitha këto janë shenja që prindrit patjetër që duhet të shqetësohen. Problemi është që sa pranohet kjo gjë, sepse mirë që shqetësohen dhe kuptojnë që diçka nuk shkon me fëmijën e tyre, sidomos kur kanë dhe fëmijë të tjerë në familje që bëjnë krahasimin. Sa të gatshëm janë për të shkuar te profesionistët, ky është një problem tjetër që ndoshta e diskutojmë pak. Dhe unë këtu duhet të mbetem te ky problemi, se unë jo prindër jo të një shtrese, le të themi, vulnerabël apo në pamundësi ekonomike. Një prindër të një shtrese të mesme dhe të lartë, të cilët nuk tregojnë. Pra, marrin goditjen e parë, i dërmon kjo e para njerë, duket sikur ju shëmbur bota, dhe mbyllen në atë të tyren. Ka prindër që nuk duan as terapin. Të lutem, doja një zëre se ke një prind të tillë. Ti ke parë shumë, besoj, të tillë, të tronditur, të nuk di si ju a thua njerë. Çfarë ndodh në atë moment që duhet mirëmbash dhe prindi përpara se ç'është te fëmia. Ka shumë në fakt kategori prindërish me të cilët ne hasemi. Pra një kategori është prindër të cilët e kuptojnë, janë intelektual, po s'ka rëndësi intelektual apo jo, dhe ezitojnë të shkojnë tek profesionistët për të marrë ndihmën për fëmijën e tyre. Kjo është shumë e dëmshme, sepse në mjekësi ne kemi një postulat: sa më herët të kapet, të identifikohet problemi, sa më herët të ndërhyet, aq më pozitive janë gjërat në vazhdimsi. Kështu që në këtë rast, përveç se e dëmtojnë fëmijën, nuk e ndihmojnë. Ka prindër të tjerë të cilët e shohin, ndoshta kanë lexuar dhe dinë që kjo mund të jetë, fëmia e tyre mund të jetë brenda spektrit të autizmit, vinë te profesionisti, e dëgjojnë nga profesionisti dhe përsëri nuk arrin dot që ta pranojnë, por në një farë mënyrë i çojnë fëmijët për të trajtuar. Dhe ka nga ata, të paktën në eksperiencën time, që vinë dhe thonë: doktoresh, të lutem, mund të ma shofësh, ta vizitosh fëmijën, se unë mendoj që është brenda spektrit të autizmit. Dhe me këtë pjesë të prindërve ke shumë kollaj që t'i thuash që po, do fillojmë terapin, do fillojmë trajtimin dhe do shohim se si do ecin gjërat. Kështu që pjesa më e vështirë është me prindrit që nuk e pranojnë, dhe ke shumë të drejtë kur thuaj që vite të tëra, paktën në eksperiencën time kam pasur disa raste ku fëmijën e kanë sjell 12 vjeç për të bërë vlerësimin e parë, dhe janë 12 vite të humbura, po themi 10 vite të humbura kot në pa terapi, sepse mundet që shumë fushat ishin përmirësuar. Po është ky momenti, se duhet kuptuar prindi, dhe unë duhet të mbetem pak te prindi. Është ky momenti që duhet t'i thuash njerëzve, duhet t'i thuash punës, duhet t'ju thuash miqve të cilët janë me ty, flasin për fëmijët e tyre, dhe ti pra ka një brez emocional shumë të fortë që duhet, çfarë këshille ke për ta, se kjo është bota. Nuk janë gjithë njerëzit kaq të mirë, nuk janë gjithë njerëzit kaq të kujdesshëm. Dhe kjo është e vërtet, sepse ne jemi profesionistë dhe kuptojmë, dhe në momentin që ja themi prindit pjesën çfarë ne shohim, mundohemi të kujdesshëm për të mos e lënduar shumë. Dhe këtë ndoshta arrim ta bëjmë në sajt eksperiencës dhe profesionalizmit. Por është dhe çështje mentaliteti që
në botën e jashtme, nëse mjeku evidenton një çrregullim të tillë, e thot me fjalë të përzgjedhura, por e evidenton çrregullimin. Tek ne shpeshherë dëgjoj dhe shoh edhe të shkruar për shembull element të autizmit. Pra nëse je i bindur që është autizëm, do duhet të shkruash çrregullimi i spektrit të autizmit dhe jo element. Për sa i përket pjesës tjetër se si do të mund të pranoj dhe se sa i hapur do të jetë prindi në jetën, në punë, në komunitet, kjo prapë është një lloj karakteristike individuale, do thoja, por patjetër që është dhe ndërgjegjësim, është dhe informacion, kështu që ka filluar të ndryshojë. Nuk është siç ishte në fillim që gjërat ishin tabu, që çdo gjë stigmatizoi. Sot ka filluar të ndryshojë, prindrit janë më të hapur, ka dhe prindër të cilët e kanë të vështirë të përballen, sidomos kur bëjnë biseda me kolegët, kur fëmijët e tyre kanë disa lloj arritjesh, por do duhet ta pranojnë dhe të jetojnë me këtë, se ndryshe. Anita, po këta njerëzit e tjerë, njerëzit normal, se unë kam jetuar këtu, kam jetuar dhe jashtë, edhe kur fëmijët luanin, nuk ishte rëndësi se ishte një fëmijë ndryshëm, se kështu quaj atje, është i ndryshëm, edhe po ti thua fëmijës ja i ndryshëm, s'do luaj me ty, atje ka një kulturë tjetër, të turet fëmija dhe thotë, jo do luaj me mua, se le të jetë i ndryshëm, unë e dua. Sepse është i ndryshëm, sepse është brown për shembull për fëmijët me ngjyrë, sepse është kështu, sepse është ashtu dhe unë këtë gjë e dua. I mësoj ndoshta, është kultura e tillë. Ktu te ne edhe prindi i thotë fëmijës jo me atë. Se si është ai do ma sjelli fëmijën në regres. Flasim hapur, mos e lër të shoqërohet me atë, sa ai ka të çrregullimin edhe do na e bëj edhe këtë fëmijën ton si vetja. Do flasim hapur tani këta prindrit e tjerë, ne normalët them. Çfarë duhet të kuptojmë normalisht, të kuptojmë në mënyrë të vërtetë, jo kështu me klishe. E qartë, kjo është shumë e vërtet. Personalisht më ka ndodhur kur kisha vajzën e vogël në Kopësht. Në atë Kopësht ishin 2 fëmijë me autizëm dhe bëhet një takim me prindrit për të parë mbarvajtjen e fëmijëve, ecurinë edhe aktiviteteve në Kopësht, dhe prindrit ishin shumë të revoltuar për praninë e këtyre 2 fëmijëve në Kopësht. Ndërkohë, duke qenë shumë e sensibilizuar dhe ndjeshme me këtë problematik, ndoshta e ngrita pak zërin për t'ju thënë që shiko, ne duhet t'i mbështesim, nëse nuk i mbështesim ne të rriturit dhe t'i mësojmë fëmijët si t'i mbështesim, si do t'i mbështesim fëmijët. Mendoj që po ndryshon dhe më bëhet shumë qefi se ne bëjmë aktivitete nëpër shkolla dhe shoh që fëmijët me aftësi ndryshe quhen tani, janë të mbështetur nga klasa, nga grupi, qoftë për pjesën e përgatitjes akademike, por edhe për pjesën sociale. Sikundër mund të ketë se sot po bullizohen edhe gjithë fëmijët edhe ata që s'kan problematika, por që në përgjithësi ka filluar që të ketë një lloj ndjeshmërie. Kështu që sa më shumë edukim, psikoedukim fëmijëve tanë që të pranojnë fëmijët me aftësi ndryshe do ishte. Mendoj që është bërë janë bërë hapa, është mësuesi ndihmës në mos gaboj për të gjithë problematikën e fëmijëve ndryshe, por me aftësi ndryshe, por cila do të ishte baza? Një këshill për një prind që ka një fëmijë të tillë. Baza e ndjekjes së këtij problemi. Ka mjaft ndryshime, do thoja, për sa i përket ndihmës që mund të jepet këtyre fëmijëve në procesin e edukimit, arsimimit, patjetër që po, me dispozitat normative është futur mësuesi ndihmës. Unë do thoja, ashtu siç e ka emrin, është një ndihmë shumë e madhe vërtet. Për faktin se një mësues në klasë nuk arrin dot që t'i kushtoj vëmendjen e dur dhe një fëmijë me autizëm ose me probleme të neurozhvillimit, pasi nevojat janë ndryshe, programet janë më të reduktuara, kështu që bëhet shumë e vështirë për mësuesin në një klasë me 30 veta. Përveç mësuesit ndihmës, flasim për sistemin e shkollës. Në sistemin e kopshtave edhe aty ka edukator ndihmës, por kjo nuk mjafton për nevojat e një fëmije me autizëm, flasim konkretisht, kështu që do duhej patjetër shërbime të cilat në varësi të problematikës që ka fëmija, logopedike apo terapi zhvillimi apo psikomotricitet, do duhet që t'i ofrohen këtyre fëmijëve. Kështu që prindrit informohen që përveç sistemit të shkollimit dhe edukimit apo kopshtit, do duhet të ndjekin dhe këto terapi.
Qartë. Tek problemi i fëmijëve unë mendoj që është problemi më i mbuluar. Pra, periudha e fëmijëve është më i mbuluar i përsa i përket të çrregullimit të sjelljes. Hym në adoleshencë dhe do flasim dhe për të rriturit. Hym në adoleshencë, një fëmijë i cili tani është adoleshent, një djalë apo vajzë 15 vjeç. Çfarë ndodh dhe si ndryshon qasja, si ndryshon tani ndihma për këtë fëmijë, por edhe prindin, se prindi është bashkëvuajtës dhe le të themi në këtë situatë. Apo e thash shumë rëndu këtë? Po jo, në rregull, patjetër që në stade të ndryshme të neurozhvillimit fëmijët kanë nevoja të ndryshme. Dhe fakti tjetër është që vetë autizmi ose problemet e sjelljes modifikohen, ndryshohen në periudha të caktuara. Kështu që një fëmijë i cili mund të ketë pasur një tjetër klinik në moshë të fëmijërisë të hershme manifeston tjetër klinik pra me autizëm në moshën e adoleshencës. Ajo që do thoja unë që shtohet në moshën e adoleshencës, sidomos fëmijë të cilët kanë arritur të zhvillojnë gjuhën, kanë një kognicion ose zhvillim kognitiv të mirë, pra aftësitë njohëse më të mira ose të paprekura, të padëmtuara, këta janë fëmijë që hasin problematika të tipit ndërveprimi social është përsëri dëmtuar, pra nuk bëhen dot pjesë e grupeve, shoqërive, nuk arrin dot të krijojnë shoqëri të tilla, por shtohen edhe disa simptoma të tjera siç janë humori, problemet e humorit, problemet e ankthit, edhe zhvillimi hormonal, po. Edhe hormonet ndikojnë, kështu që shtohen këto lloj problematikash, pagjumësia, shumë herë izolimi në disa raste, sepse e ndjen veten jo shumë të pranuar në grupet shoqërore. Kështu që prindrit, përveç pjesës të autizmit që është në vazhdimsi trajtimi, do duhet të përballen dhe të trajtojnë edhe këto problematika, t'i kapin një herë, t'i identifikojnë dhe pastaj të drejtohen tek profesionistët, sepse një fëmijë që ka ankth, një fëmijë që ka humor të rënë, një fëmijë që ka pagjumësi, patjetër që bëhet edhe një problem edhe më i shtuar në procesin. Ka terapi të ndryshme për një fëmijë adoleshent prekur? Sigurisht që terapitë janë të ndryshme, por ajo që synohet në adoleshencë është pjesa pra që mësohet ose instruktohet ky fëmijë se si të arrijë të krijojë një marrëdhënie shoqërore, si të arrijë të kuptoj që në bazë të aftësive që ka, që disa fëmijë mund t'i kenë edhe më të zhvilluara se sa duhet, ti përdor këto aftësi për të ecur më tutje, për të shkolluar ose për të marrë një zanat. Qartë, ne kemi raste suksesi, fëmijë që ja kanë dalë, edhe që tani janë të rritur shumë normal, njësoj si gjithë tjerët, por ka edhe raste të mbylljes. Vim te ky adoleshenti që është mbyllur si fëmijë problemi. Prindrit intelektual, madje mund të jenë edhe vetë me pak lidhje me mjekësinë, di unë si e bëj vetë, nuk ka rëndësi, nuk dua këtë, terapia s'shkoj mirë. Ka një gjëra që mbas e bën prindit pasigurt, por vjen në adoleshencë. Dhe ky fëmijë i mbyllur që deri dje menaxhoje si fëmijë, sot është një adoleshent. Dhe kapet problemi, shpërthen një moment. Si duhet të rifitohet kjo koha e humbur apo është vështirë? Sigurisht që është e vështirë dhe pastaj trajtimi bëhet edhe më i vështirë. Nëse ky fëmijë është izoluar dhe ka probleme, manifeston probleme të sjelljes, është vështirë për t'i trajtuar. Ne në raste ekstreme ndërhyjmë edhe me medikamente për shkak të sjelljes të agituar, konfliktuale ose sjelljeve dëmtuese që mund të kenë, sepse varet nga forma. Pra, flasim për format e lehta, sigurisht që këta arrin që të përfshihen në jetën e përditshme, por format e rënda ose shumë herë mund të kemi edhe regres të sjelljes. Pra, nuk ka qenë aq problematika ke sjellja në periudhën e parë të fëmijërisë, mund të bëhet problematike në adoleshencë për shkak edhe të ndryshimeve hormonale. Kështu që patjetër që duhet menaxhuar nga prindrit, duhet menaxhuar nga profesionistë. Më the që përdorim dhe medikamente. Nuk përdor medikamentet e fëmijët? Nuk përdoren. Jo, nuk përdoren, vetëm terapitë. Dhe në varësi të simptomave së problemeve kur janë ekstreme do Pra te fëmijët lutem se unë dëgjoj gjëra të ndryshme që
te fëmia nuk përdoret ilaç kur është nuk përdoret me autizëm? Nuk ka ilaç për trajtimin e autizmit, thash vetëm kur kanë simptoma ose probleme të pamenaxhueshme nga prindrit, por jo në moshën fëminore. Pra terapia me terapitë e zhvillimit janë mënyra e trajtimit të fëmijëve me autizëm. E qartë. Dhe në adoleshencë vetëm në rastet kur kemi agresivitet, probleme me gjumin, probleme të ankthit, mund të përdori medikamente. Kuptoj. Tani, vim në moshën 40 e sipër, sepse na është krijuar ideja që vetëm tek fëmijët është autizmi, por kur fillove të thuash ato simptomat që han vetëm një ushqim, ju pëlqen të veshin një rrobë, mos jemi gjithë prekur nga pak. Tani, shoqëria po shkon drejt sjelljeve të tilla sepse gjithë jemi me telefona, gjithë jemi seriozisht se ishin ca simptoma që po pyes për një shoqe, jo për vete. Po ka dhe të rritur me autizëm sepse ai që është diagnostikuar në fëmijëri do rritet dhe mua më vjen çudi që sot jam në pavionin në repartin e urgjencës për të rritur dhe shoh fëmijë të cilët i kam trajtuar, i kam diagnostikuar dhe janë rritur dhe është e vërtet. Për ne psikiatrit është pak e vështirë që të diagnostikojmë rastet e reja të rriturve me autizëm sepse shumë simptoma modifikohen gjatë jetës. Mund të kenë shpëtuar raste që nuk janë diagnostikuar në fëmijëri ose raste të cilat shpeshherë kanë qenë pjesë e sistemit të trajtimit, por janë diagnostikuar me prapambetje mendore, sepse kemi parasysh që deri në vitet 2000 të gjitha rastet diagnostikoheshin më shumë prapambetje se sa autizëm, ndërsa sot mirë diagnostikohet edhe përsëri mendoj që në varësi të formës janë dhe vështirësitë pastaj në familje për një adult të rritur. Pra nëse është formë e rënduar, vështirësitë për të menaxhuar nga gjithë familjarët janë të mëdha. Nëse është një formë e lehtë, do duhet patjetër që të shikojmë në varësi të problemeve që shfaq edhe të Çfarë simptomash ka një i rritur? Që mos t'i ngatroj me stresin, depresionin, ankthien. Jo, janë njerëz të cilët përsëri këtë ndërveprimin social e kanë të dëmtuar, se në gjithë simptomatikën e autizmit, kjo si thua është ajo që të bën ta mirë diagnostikosh. Pra, njerëz të cilët nuk komunikojnë me të tjerët, nuk kanë dëshirë të rinë me të tjerët, nuk krijojnë marrëdhënie sociale me të tjerët. Përpos pastaj pjesës të komunikimit verbal që shumë herë mundet të mos ketë zhvilluar gjuhën normalisht, kështu që të ketë edhe probleme gjuhësore, problemet e sjelljes përsëri mund t'i hasim tek të rriturit, pra që të irritohen shpejt ose të kenë këto që tham pa diskutim, sjellja ritualistike, obsesive ose e kufizuar që ne i përmend. Megjithatë, se unë ndaj edhe thash, këto janë gjëra njerëzore, jemi të gjithë njerëz, nuk mund të jemi kështu perfekt në vizore, edhe plus minus, prandaj bota është e bukur, se jemi të gjithë të ndryshëm edhe mund të kemi të gjitha ato tonat, por e rëndësishme është që mos të na dominojnë dhe mos të jemi problem për veten rreth pastaj për tjerët, por te mosha e madhe unë dua të mbetem pak te rastet e rënda. Një prindër që thon mirë do iki unë, po ku do ta lë? Tani si është logjistika dhe çfarë duhet bërë më shumë për këta njerëz, se prindrit e lidhën jetën e tyre me ta, por prindrit kanë një moshë biologjike, s'kan dhe më fuqi biologjikisht, flas nga pikpamja fizike, që t'i menaxhojnë. Ka ndihmesa, duheta, ka institucione të cilat mund të ndihmojnë në mënyrë efektive, flasë, mund të jenë edhe po patjetër që ka ndihmesë, por sigurisht e mira s'ka fund, kështu që të paktën këta persona janë të mbështetur nga shteti edhe me atë pjesën e ndihmës ekonomike që marrin, kujdestarisë që merr prindi. Për pjesën se çfarë do ndodh me një autik të rritur i cili humbet prindrit, kjo pastaj sigurisht që vështirësohet situata edhe do duhet të ketë më shumë institucione të cilat do të mbështesin këtë lloj kategorie, por ka sensibilizim qoftë nga shteti dhe qoftë nga organizatat ndërkombëtare për të ofruar shërbime për një adoleshent i cili ka probleme të autizmit, por edhe për të rritur.
E qartë. Autizmi prek që nga fëmijët, e tham deri tek moshat e rritura, po çfarë do të ishte një suport për këta njerëz? Çfarë do të ishte një suport ekstra, pse ne i tham gjitha këto në mënyrë kështu. Pranimi ndoshta pjesë e jona, ne të gjithë duhet mendojmë që jemi të ndryshëm, atë që thash. I ndihmojmë ndonjë çik këta dhe familjet e tyre, duke qenë edhe ne më të hapur. Në një park që shohim një fëmijë ndryshe, të angazhohemi ndoshta për ta sjellë te vetja, apo edhe një të rritur ndryshe për të qenë më të kujdesshëm, çfarë do ishte një gjë? Unë e them gjithmonë në fakt që jemi mësuar të themi s'kemi këtë, s'kemi atë, ndërkohë që brenda vetes kemi shumë gjëra për të bërë, dhe në qoftë se secili nga ne do ndikonte sadopak në e para në pranimin, e dyta në një lloj ndihme minimale që mund të ju japim këtyre njerëzve, unë them që kemi bërë shumë, se në radh parë do ndihen të pranuar. Pastaj pjesa tjetër është çështje politikave të shtetit, që do duhet që këta të përfshihen. Ligji gjithëpërfshirjes është, kështu që në sistemin e arsimimit, në sistemin e punësimit, të paktën për pjesën që mund të arriqet. E kuptoj. Ke shumë përvojë. Cili është një rast që të ka mbetur në mendje? Një rast që më ka ngelur në mendje është një vajzë, unë e them vazhdimisht edhe në për leksionet e mia, dhe ne si profesionist nuk do duhet që të flasim ose të mendojmë për ashpërsinë e autizmit që në momentin që përballemi me fëmijën, por do duhet të shikojmë ecurinë dhe mënyrën se si ai ecën dhe zhvillohet në sajt të terapive. Ka qenë një vajzë nga Shkodra, e cila vjen në qendrën ku unë punoja në moshën 2 vjeç e gjysmë, dhe e kam parë vetëm duke qarë, duke bërtitur, duke qëndruar pranë nënës të vet, më duke sikur nuk kuptonte asgjë, dhe kam thënë më vjen shumë keq për këtë familje, sepse pas ka vajzën në një gjendje shumë të rëndë, një formë shumë të rëndë të autizmit. Ndërkohë që me rritjen me terapitë e ofruara me kujdesin familjar, kjo vajzë arriti që u ndoq në qendrën tonë rreth 4-5 vjet, pastaj u shkëput, nëna vazhdoi terapitë edhe më vonë, dhe kur ishte në moshën 12-13 vjet, nëna vjen me një fletore në dorë, më takon dhe më thot: "Doktoresh, erdha të falenderoj thot për punën që keni bërë dhe gjithë shërbimet, por dhe të informoj se në çfarë situate është vajza." Dhe më tregon fletoren sinqerisht që nuk kam parë shkrim më të bukur dhe asnjë gabim nga fillimi deri në fund të fletores, dhe thotë që vajza është ndër të parat në klasë. I vetmi problem që ka është kjo pjesa e hipersensibilitetit ndaj zhurmave, sepse haruam që ta themi që është një nga simptomat, që e ka të vështirë të dalë në rrugë pasi nga zhurma, sidomos të biçikletave, dhe Shkodra është gjithë biçikleta, kështu që ka filluar një lloj izolimi, por që për pjesën akademike është e para. Kështu që aty kam reflektuar dhe kam thënë që do duhet ta ndjekim, ta shohim në dinamikë dhe pastaj të themi që është rast i lehtë apo i rëndë. Po një rast që e ke peng, si nuk u morëm më shumë, si nuk e shpëtuam dot, ka? Patjetër që po. Nuk varet vetëm nga ne, mund të varet edhe nga kujdesi i familjes, angazhimi, se të jemi të hapur sot, prindrit do duhet të punojnë, do duhet të mbajnë familjen, kanë angazhime të tjera, ose distancat, largësia, zonat më të thella, kanë vështirësitë e tyre, kështu që patjetër që kam jo një rast, po disa. E kuptoj. Edhe unë do ta mbyll me një mesazh për nënat. Për fat keq unë kam folur me shoqatat. Shkojnë shpeshherë në divorc familjet kanë shkuar të paktën në divorc familjet me fëmijë që kanë problematik. Baballarët i duan, por ka raste që dorëzohen. Kryesisht rrinë nënat. Ka dhe raste të kundërta që babai është shtylla e shtëpisë, por këti prindit që ka marrë përsipër botën, le të themi, ka marrë përsipër ta risë këtë fëmijë dhe bota kundër e ka marrë këtë fëmijë për dorë dhe ecën. Çfarë do t'i thuash? Në fakt, unë kam 2 mesazhe. Pra, mesazhi i parë është për prindrit të cilët
e dinë që diçka nuk shkon, por nuk e pranojnë, do duhet ta pranojnë sepse ndryshe nuk e ndihmojnë dot fëmijën e tyre. Dhe mesazhi tjetër është për prindrit të cilët e dinë dhe janë të ndërgjegjësuar për problemin e fëmijës, do thoja shumë punë dhe shpresë. Punë dhe shpresë. Kështu do ta mbyllim. Unë të falenderoj shumë Anita, ishte shumë kënaqësi që biseduam. Shikojmë në episode të tjera. Faleminderit. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.